po ta dinin inspektorët e sigurimit që ne ishim në kontakt me Naser Shatrin, komandantin, dhe po atë ditë me 17 që kishim marrë detyra nga ai, do të na likvidonin. Për shkak rastit Baboviqit që ai e kishte thyer atë mitin që janë pamposhtur ata. Edhe në një moment me 7 korrik ka ardhur Ramadan Kelmendi, një gardian, në atë kohë, edhe ai sa ishim lasë si dhomë që kishim me ram aty në atë vendin ku ishte i improvizum për mu pastru, ai ka thonë merre kontën për me marrë ujtë në zetë. Unë e kom refuzu herë, ai çdo më ka thonë përsëri, edhe unë e kom refuzu stret, edhe kemi shku do me thonë aty të ai vendi, edhe ma ka jep informacionin që në lozhën të u bo luftime të mëdha. Shkijet kanë më shumë të vramë se sa ne, bilaj që shë pa thonë 7-4, edhe aty ishte një motiv shtesë për mu edhe një forcë e madhe, që beso sot me ma pa qitë burgin për mi shpinë dhe kësha qu. Edhe në atë kohë, po ta dinin inspektorët e sigurimit, që ne ishim në kontakt me Naser Shatrin, komandantin, dhe po atë ditë me 17 që kishim marrë detyra nga ai, do të na likvidonin. Pse Naseri ishte në sy të tyne. Për shkak rastit Baboviqit që ai e kishte thyer atë mitin që janë pamposhtur ata. Do me thonë edhe ishte një akt madhor që krijoi një patriotizëm pa shoq dhe krijoi një histori për vete. Edhe për ne ka qenë frymëzim. Po në burgun e Pejës, gardianet shqiptarë në atë kohë dhe serbë ishin, po faktikisht na patëm fatin që përpos torturave, maltretimeve që na kanë bërë në DB, poshtë nuk na kanë bërë, sepse ishin shqiptarët, gardianet shqiptarë ata që bilem kujtohet një torturë që donin të na bënin Ika dhe Sholloviqi, një do gardian ashtu dhe i qunin, ishte me ato simbolin e qetnikëve, edhe ishim të lodhur, do më thonë, për i torturave atyne, edhe thotë, duhet të qosh në kamë të reshë gjëllë ditën deri sa të thojmë ne, atëherë unë e kom refuzu ata, jo që e kom refuzu, po e kom thonë mëtë me edhe nuk e baj. Edhe në atë moment ka ardhë Nezdet Ahmeti, Nela, një gardian shqiptar që ishte në atë kohë, edhe ka ndërhy. Edhe beso që edhe të tjerëve që ju ka bo ajo tortur, është tek, sepse ishte Nela, do më thonë në atë kohë, në tasi. Po, ajo që për shkaqe tjera që isha edhe me shëndet keq, edhe dikun rreth 3 muaj nuk mu isha edhe me ecë mirë, për shkak torturave dhe gjanave, edhe do lëndime që kisha edhe në organe gjenitale, ishte takimi faktikisht në shumja poshtë nga vetmia ku isha taku me Agimin, Agim Hulën, i shoktonin, edhe ai sugjeron që të shkojmë te mjeku. Mjeku ishte Agim Gojani, i cili na boni një trajtim sa për sy e faqe, dhe sa infermieri që ishte Bujara Gosholli, ai të thëmë drejtën ka qenë një njeri i madh, një njeri human, edhe një njeri që me çdo kush ka punu për të mirën e burgosin shqiptar në atë kohë. Edhe ai ka arrit që më thot, avne, a mundëm mjetet që i kitin në kantinë, zbashku me Afrim Çavollin, ti marrim edhe ti marrim disa hapa që nuk u lejëshin nga burgu në atë kohë. Nga burgu lejëshin vetëm do hapa për qetësim edhe për dhimbje, absolut për sa në tjera. Edhe ai faktikisht një muaj ditë mi ka shtia të hapa mbrand, do më thonë, dhe sot nina mirë që falë Zotit edhe ndimë se ma ka bojnë atë kohë kom edhe familje. Pa ishte akesë se organet patën marrë një formë tjetër, kishin nisë me kelbë edhe kështu që insistimi i bujarit për me mëqu në spitalin e Pesë ishte refuzuar kategorisht nga Agim Gojani, tasha ka pas presion nga UDB-ja, s'ka pas është çështje e tij, ai e din. Gardianet duke filluar Pesë shale, Nezdet Ahmetit, Naser Morinës, Kapuqit, Fatmir, Fatka ja bëshin, emnin Fatmir ka pas, më nuk ja dim emnin, masanaj ka qenë Sudani, kanë qenë edhe disa tjerë, do me thonë që ishin shqiptarë, ata na kanë nimu me këtë ato mundësit që i kanë pasë. Edhe zbashku edhe me këtë bujarin. Po në burgje tjera ku jemi transferu, nuk e kemi pasë, do me thonë, për krajen e gardianëve, se sa atje ishin të gjithë ishin serbë. Do me thonë,
ishte një ndryshim i madh gjatë transferëve. Dua të potencoj edhe daljen time për herë të parë para gjykatës së TTU-s në atë kohë mas 4 dite, do me thonë ku jem marrë, nuk isha në gjendje të deklarona për shkak të shëndetit edhe torturave që mu kishin bë, edhe dikon mas 2 jave, do me thonë kom dalë për herë të parë të gjykatës së TTU-s për mu deklaru, do me thonë për atë që u akuzojsha pej inspektorave. Aty ju mbrojt në heshtje dhe do me thonë dikun në mujnë ngush mu kanë ngrit akt akuza,